Shkodrës, votue mas vdekjes poetit 1939. Bila votu mas i nga vdeku. Është një ndër 4 poetat që media patërmente voton të mi qytetet e lashta të Shqipënisë, me tituj Shkodra, Lisus, Jorakim, Apollonia. Jorakim është Durrësi, edhe Apollonia, nuk sa po janë që qëndër të libër, që do kjo ekziston sot me Gjermandat të vjetra, por motit ka qenë qytet i përmenëm, se bashkë këtu, Oktavi, pasar që Julius Cezarit, e ka marrë lajmin e vrasjes, babës ti Julius Cezarit në forum romanu, e ka qenë të studiuar në Apollonia, anë i pak histori. Ky është i dyti që u botue pra, që kena është Shkodra, por i pakry, parshin vetëm kohën para historike të meteorologjisë deri në ndërtumë të këshillës Rozavës. Me sa në menen e autorit do të zgjatej deri në kohën e afërt të historisë Shkodrës, përbahet nga 11 tinguj. Që votue mas vdekjes autorit që tha në komuna e Zilës, e drejtume nga Dom Mikel Kolishi i Shkodrës. Dom Mikel Kolishi ka qenë, e shpëtëm sa gjalla i vlaj profesor Kolishi, e ka më marrë përse ka dalë gjallë, edhe shpesëm i urejmë jetë e shnet. Gërshetimi i poemtit është ai që në kohën tradicionale popullore njifet me emrin i Shtrevllazët Mushtallar, që ishin nis me bajnë kalo, por kalaja s'poj forcon, pa ja bani kërë kurban. Është kurbani i Rozavës, me cilën maron i palmarum një poem të mjetës, Shkodra. Aty gjenë përshkrimet gjalla, njoftime legendare të kohënave të vjetra, një përnjësume me frymen e poetit, duke njësi prallësore hynish i lire greke, si Thrombia, Bindi, Sentona, Poseidoni, Ili, Ibiri, Polifemit e Galates, Kodri, i pari fisi Shkodrës, Laveati, Parafini, Autariati, e hyni greke, që kanë qo pesh kur shedrën për të nalluar nërtimin e kalos. Nga aty, ka përdita, sugjerën se duhemi a bon i kërë përban që kaloja dhe qëndrënd. Edhe kjo është të familje të Rosafa, cilës dim se dhejt pas të ndërëzën eja, ka bacfani me rëdrëm, ata është me lujt, reka 3-6 tjera, disa lujt në Shkodër, e kanë patirë dhe Tiran, para se me arë regjimi i soshë me lujt e Tiran, një me rëdrëm, po të famit për mi, kallore Shkodër Rosafa. Si prozë originale, ka knime për shkollat e para të Shqipënisë, 3 libra, për heksa sa nuk mushe me hekdore. Shlyq Gonzaga, o një jetë shajtet, ma të bukur nuk e gjenë gjuhën Shqype. Brejtje mi artikut e parëm në tronë se gjuhën Shqype. Media me këtë studim i ka dhonë një element të ri gjuhën Shqype. Kur doli, është paraqit dhe si punimi ma i telli e ma i bukri shkrua deri asoheret prej albanologsh ose shqiptarsh, mi lakimin e emnave dhe mi artikut e parëm në tronë se gjuhën Shqype. Këto autori me një folësit bashkëshe në difton elementa caktus të temenave prej ka vijin e ciltjan. Në difton se disa grimë që të majtëna nga të gjithë se shqiptarë artikuj paravonsa, se on as artikuj as paravonsa, por për emna dishmos. Në difton atë mishmash që ishte ba në për emna pronës dhe manej në vend në paradigmet në cilën në shtjellon etimologjikisht e historikisht. Teori kjo që albanolog talë saj sa herë masoje për shtikën mujt me qitë gjandri, të mos dit me spjegue për te emnorës. Kur domnero ja doli në është mërit këtë e tia. Merisht këtë ponim që të kam pas në lurë këtë rallë, s'ka mujt me që. Merisht
letërsia artistike mjede shkërje bëtoj pak. Me shka kalon, difton se se priti shumë ma tepër për ti nga zotësia ti që ka pas. Shka bëtoj, i bëtoj me intervalet mëdhaja. Udeshën të 30 vjetë mas vajt Bilbyrit që i bëjti delte me vëllimin e Juvenilja, 1917, dhe 20 vjetë tjera i shifte dritën poem t'i Liria, e shkru me shumë kohë ma para, përse e botume në 1937. Përse media met Liriku rinin ashtë në matë nacit e Shqipnis. Vdiq në Shkodër me një gusht në 1937. Bene me që sot kur prefekti kur ishë propaganda pide ma dha letër në Ezez, një sa kam po, kam dalë një nëne dhe nesi, s'kam mujt me u përmajt pa me bajt, ka dhe më ka më shluit. Arkivori ti i para se të borosej që bardë në procesion për orë me rallë nga djelnia Shkodrës dhe për rruat kryesore Shkodrës. Në vëzi që domnëreu i patgon mas i nga për Kurakushin në Gramsh të Zadrimsh, media mori vëllimin e Juvenilis nga biblioteka ati të po lexonte i tretuni. Da më vas për e pyeti se kush ishte ky i tretuni. A i përgjegji se ishte a i vetë. I tjetër pyetje erdhë mas kësaj, cila në pozitua të pëlqen ma tepër. Andra jetë si përgjegji domnëreu. Bashkë me Mak Kurakushin du t'i mylli këto resha të riprodhue tekstin e mi shkruam në lapidarin kushtonër e mjedes e të vanosën hymin e kuklit pranë rrugës e automobil. Nga Akademia e Shkencave Shqiptare, se ashtë i vetëmi prips katolik që ka një lapidar në Shqipni e vetëm për artin e t'i letrar. Të mi shkeni bi lapidar asë në shky. Për një kohës të gjatë, poeti demokrat i Relinës në Remidja jetëj e punëj në fshatin Kukull, e dikshti popullën dhe i shërbej me gjithë zemër, i dhëroj kulturës sonë kombëtare vepra shkëlqyshme. S'kam të mbyllë dhe lapidare, edhe pranena e bërishit i thomi i përjeshëm qofës kujtimi i domnër e mjes, e ju falemndesh.